Kthimi i emigrantëve shqiptar nga Greqia për të festuar Pashkët ortodokse këtë vit është në një numër më të ulët. Kriza greke po i detyron emigrantët të kufizojnë shpenzimet dhe të udhtojnë me mjetet transportit publik në pikën e Kakavijës për herë të parë. Pas disa vitesh, ritmi i daljes së shqiptarëve drejt Greqisë gjatë ditës sotme ishte më i lartë se sa hyrja e emigrantëve. Korrespondenti Raimond Kolla ishte në anën shqiptare të pikës kufitare dhe përgatiti kronikën. Në pikën e Kakavijës me madhja që lidh Shqipërinë me Greqinë, sot kishte më shumë ritëm shqiptarësh në dalje se në hyrje. Kriza greke i ka bërë emigrantët shqiptarë jo vetëm të udhtojnë me autobuzët në vend të autoveturave, por të kthehen në një numër gjithnjë më të ulët në Shqipëri. Ndonse festa e Pashkëve ortodokse është një rast i mirë, jo vetëm gëzimi, por dhe pushimi, pasi në Greqi prej gati 10 ditësh nuk punohet, familjet shqiptare nuk kanë mundësi financiare të kthehen atë dhe për të festuar. Madje si në asnjë vit tjetër në Kakavijë është ndier sot cicërima e zogjve munguar në këto vite prej zhurmës dhe ngarkesës së madhe të lëvizjes së mjeteve. Piro thot se Greqia vazhdon të bëhet më keq, ndonse shpresa siç pohon ai vdes e fundit. Shpresoj që grekët ta kalojnë dhe po e kaluan ata dhe emigrantët shqiptar do jenë më mirë, thot Piro, që banon prej 17 vitesh në vendin fqinj. Jo, akoma. Po shpresoj do ta hedhin. Sepse nuk shohim ndihmë dhe nga shteti, nuk shohim në një përkraje. Emigranti lë pas kufirin shqiptar me një grup udhëtarësh të tjerë që vinë nga zona të ndryshme të Shqipërisë dhe ndalojnë në kufi për të pushuar për pak momente dhe për të kryer formalitetet doganore. Një tjetër emigrante me rushje nga Tirana që ka jetuar prej 10 vjetësh në Greqi, thotë se këtë vit ka pëlqyer të shkojë tek vajza për të festuar. Është më mirë atje, thot ajo, duke sjellë atmosferën fetare dhe të festimeve. Kam 2 vjet që jetoj në Tiranë. Tani po vetë të bëj bashkë. Greqia është më mirë për ju apo më e vështirë? Mund të them që është më e mirë. Ndërkohë në pikën e ardhjes së emigrantëve nga Greqia, makinat numërohen me gishta. Këtë vit po të rrallë janë edhe kompanitë shqiptare që në raste të tilla bëjnë promocione të produkteve të tyre në pikat kufitare. Greqia është bërë më e vështirë dhe fëmijët nuk vinë për të jetuar gjatë në Shqipëri, thot Farido Doveci nga Berati. Por për Pashkët ai çdo vit kthehet në atë me familjarët e tij dhe këtë vit nuk e ka ndruar traditën. Greqia është bërë më e vështirë. Vazhdon që të bëhet akoma më e vështirë. Edhe ne kemi ngelur këtej tash nuk e dim çfarë bëjmë. Kemi fëmijë, as tujtë nuk duan, i kemi shkollë, edhe kështu që jemi detyruar. Emigrantët shqiptarë që kthehen nga Greqia janë një burim i mirë të ardhurash edhe për tregun, sidomos në zonat jugore në ditët e festave apo sezonin turistik. Kthimi i tyre i pakët për Pashkët e këtij viti dëshmon se sfida me krizën greke është bërë dhe më e vështirë. Për zërin e Amerikës, nga pika kufitare e Kakavijës, Raimond Kolla.